se po flet vetëm ti, ti po flisi për veten tënde, unë po flis për veten time. Mua kjo gjë mua më pëlqen realisht, dhe se di pse Çfarë të pëlqen? Edhe ti futesh kudo. Ja, unë në temat që janë mia, jo, nuk po flas kudo je futur, po ndoshta janë temat e mia, se unë s'jam përfshirë te temat që s'janë të mijat. Do thosh ti për faktin që ta them troç një gjë që unë mendoj për ty. Troç është. Ideja është tu. Ta kam thënë syt, paktën s'ta kam thënë pas shpine. Unë se di pse të thon ty që je negative për shembull. Jo, nuk thon që unë jam negative. Unë kur ta them atë ta them me ngacmon. Nuk thon që jam negative. Nëse pas nesër qofse bën do ta them ore. Ata thon tjetër gjë. Ata duan të më fusin në konotacionin negativ. Po nuk mund të pranojnë atë gjë, sepse janë që të gjithë ashtu. Këta këtu, po çrëndsi ka. Mua s'më intereson ajo pjesë. Briki... Sepse në fund të ditës unë përgjigje ti mora. Të gjithë e mendojnë ashtu. Problemi është që të gjithë këtu gënjejnë, të gjithë mashtrojnë, të gjithë thonë gjysmën për teta, të gjithë... I thonë gjërat sipas interesit vetë. Pikërisht. Sot thonë kështu, nesër thonë ashtu. Sot rinë me ty, nesër rinë me ty. Nga i pari deri tek e fundit. Ndërsa unë për veten time jam, domethënë... Je vetëm, por je +1. Ja, s'po thaj e këtë. Unë kam një gjë, unë kam qef të ri me ty, knaqem me ty, diskutoj me ty, të zje me ty. Rri me të gjithë nga pak, me ata që me vërtet kam dëshirë me ne. Dhe nuk zje... Pse rri ti me mua? Kam qef e knaqem. Pse? Është kënaqësi. Pse? Sepse ka muhabet goxha me ty. Ndjen energji negative? Jo, t'ishte negative. Qa fletë, jem Terezitë, që është negative, më është turp. Jo, me jo, ta thash, ta bësh që të qartësohet. Qofse ka energji negative, do jetë bukur, prapë, do ketë... Po është e bukur, se s'ka gjithmonë pozitive. Nuk ka lidhja e pjesa, më kupton, unë sado të paktën të them troç. Dhe s'ta përtoj fare. Kjo është diferenca. Kjo është shumë e mirë. Nuk është problemi aty. Unë se di pse të thonë një negative. Nuk e di. Ose je magjistar që janë këtë gjone. Le të thonë që dun. Mua s'është se më intereson shumë. Por nëse e thonë, unë ja them bek. Gjën që kanë. Dhe këtu u dhem më shumë. Nuk është që unë jam negative, është problemi që ata janë të tillë dhe përjetojnë një version timin që është siç janë ata. Do ma dredhesh, do të ta dredh. Pa, ashtu duhet të funksionojë. Do sillesh keq me mua, do sillesh keq me ty. Dana Sjelltës. Papa. Nuk ka rëndësi.